Djali i presidentit Ibrahim Rugova, Uk Rugova, është paraqitur sot para gjyqtarit të procedurës paraprake këtu në objektin e kinemas ABC. Prokurori i rastit ka kërkuar nga gjykata që të caktohet paraburgimi ndaj Uk Rugovës. Uk Rugova dje është liruar me një vendim të gjykatës së apelit, mirëpo ai është paraburgosur më njëherë me urdhër të një prokurori të prokurorisë speciale. Prokurori i prokurorisë speciale i pyetur nga ana jonë nuk ka dashur të komentoj rreth këtij rasti, ndërsa avokatët e Rugovës e kanë quajtur kërkesën e prokurorit të prokurorisë speciale si vendim jo të drejtë dhe jo të lehtëshëm. So what is happening here? Well, for us, for the defense, Për mbrojtjen, vendimi i gjykatës së apelit ishte i qartë. Gjykata e apelit urdhëroi që zotëri Rugova duhet të lirohej më njëherë nga paraburgimi, por në të njëjtën kohë të lirimit ai u arrestua nga prokurori. Duhet të pyetet prokurori për këtë. Unë besoj që prokurori duhet ta respektojë vendimin e gjykatës së apelit. Ky veprim i prokurorit ishte një mënyrë shmangjes së vendimit, një mënyrë e manipulimit të drejtësisë. the prosecutor should respect. Ka ne broni? Uk Rugova. Uk, një, uk. Ai ka lyp për të njëjtën vepër penale, për të njëjtat arsye. Do të rasti i njëjtë, është numri i njëjtë i lëndës, arsyet e njëjta, do të ai kërkon të shkelet që mbi vendimin e gjykatës apelit. Ka arsye tjera? Jo, nuk jam pajtu, nuk pajtohem me ai vendimin, edhe prandaj ai e merrat të drejtë, që thotë se unë. Gjykata pritet që diku rreth orës 8 të marrë një vendim rreth kërkesës së prokurorisë për t'ia vazhduar paraburgimin Uk Rugovës. Deri atëherë, Rugova do të qëndrojë i paraburgosur. Ai tashmë i prangosur është hipur në një veturë të Uleksit dhe është drejtuar për në qendrën e ndalimit. Uk Rugova u arrestua me 5 shkurt, me dyshimet se ishte pjesë e një grupi kriminal që siguronte viza italiane me pagesë, që nga e kohë ai po mbahet në paraburgim.